a ndihesh e pasigurt, ndoshta që nuk e ki një kontratë të punës dhe nuk e ki një të ardhur financiare mujore, siç ndodh zakonisht në punën tradicionale që i bëjmë? Përgjigjja është jo, edhe arsyeja pse është thjesht se jetoj me familje. Edhe këto kisha dashur me teksu shumë, që nëse je një person, nëse je i ri, edhe pavarësisht edhe nëse si gazetare, dhe dënë për me fillu si freelancere, që themi ne ma të vetën, dije situatën tone, për shembull nëse jemi kredi ose ki banesë ose qëra, domethënë nuk është e garantuar që keme pas pagë mujore, absolut jo. Pagë mujore s'ki tash varet për kontratës, se ka kontrata freelancerëve, po për shembull se kiti me tema, ose të vonohet diçka pagesa ndërkombëtare, se diçka nuk është siguri kështu. Thjesht domethënë ma të vetën dije situatën tone, nuk është që keme pas shumë liri financiare në atë aspekt. Pagesa është pak më e mirë, po nuk e ki të garantuar domethënë çdo muaj.